stërli. Më pëlqen. I gave it my all, I gave you my heart, but you wouldn't. Now I have to tell my friends, you're not who I thought, I'm not who you want once again. One day you're here, saying what I want to hear. The next you disappear, doing God knows what with God knows who. You make me cry, so bad just to apologize. Good enough for me to try to forget the real you. I hate it when you break my heart. Short-tempered with me. Mirë se erdhët, po pim kafen e mëngjesit, jam bë kështu si stile të 2000 me këtë rrethin, me këto kështu si kalamaj mirë, por nuk e di të qesh atë qaj. Ju thash për atë porosin në vintet andej këndej, mbani mund tek vidja e kaluar? Njerëz, po më kthehet karma back, po më kthehet karma mbrapsht. Po më kthehet kot nuk pas kanë thënë, për zotin një moment reflektimi, kot nuk pas kanë thënë njerëzit që çdo gjë që bën do të kthehet, çfarë mbjell do korrësh, dhe që janë ka 100% e vërtet. Nuk është se ka lidhje vetëm lekët, se jam 53 euro që unë humb me gjithë këtë procedurën, ose ndoshta do I marr më vonë, nuk e di, t'ua tregoj na fillimi. Kam dërguar 3 pako me vintet, ju e dini që unë e përdor, edhe okay, shumë mirë, I dërgova pakot në mëngjes. Korrieri që I ka marrë nuk I ka bërë si dërgesa, por I ka bërë si kthime. Edhe tashi Vintedi më thot mua që unë I dërgova pakot në orën 7 e gjys, ajo më thot mua në orën 11 që ajo kërkesa është anulluar sepse porosit po kthehen mbrapsht tek blerësi, do më thënë tek unë, por jo, porosit nuk po vinë tek unë, por po ikin te personi që I ka bler, dhe personi që I ka bler merr dhe lekët mbrapsht edhe produktet e mia që po I vend tash. Tani ka shumë mënyra për ta rregulluar më vonë, ndoshta më japin lekët vetë personat, ndoshta Vintedi e shef që nuk I ka marr unë, po I ka marr personi që e kam bler, nuk e di. Edhe nuk dua të pres kaq shumë, sepse direkt sa e pash si problem e kuptova direkt çka kishte ndodhur, duke qenë nga vitet e mia të eksperiencës që kam punuar në shërbim klienti, në të tëra procedura të tilla që I kam menaxhuar, kontaktova Vintedin, thash më mirë shpejt se vonë, edhe ja shpjegova të tëra. Ja kam shkruar shumë qartë, jo siç po ua them juve. Edhe del një pseudo Ferdinand aty, siç dilte një pseudo Ersi kur punoja unë në punë, edhe thot, dëgjoj thot, porosit shife si ja kam çuar, do të thënë, shifeni si ua kam shkruar të tëra, që sa shkruaj me ta, me foto, me të tëra. Edhe del një pseudo Ersi aty siç isha unë kur punoja shërbim klienti dhe thot, dëgjoj thot, porosia po kthehet te blerësi, që kështu porosia po kthehet te shici, që kështu neve po japim lekët mbrapsht blerësit, ti prit 25 ditë që të vi porosia, ndërkohë porosia po ikën nga Dortmundi në Francë, ku duhet të vej. Edhe unë I them, dëgjoj, nuk është ashtu, sepse ja ku po ta dërgoj me të gjitha, kush jam unë, kush është blerësi, të tëra, se janë të tëra të dhënat janë në sistem edhe ajo. Jo, thot ai, po vetet e blerësi. Edhe më kujtohet 100% vetja ime në punë, që shiko, nuk kanë edhe faj. Edhe faj 100% nuk ja vët dot Ferdinandit, Nencit, apo ati Arifit, që ishte I tjetre. Sepse sistemet, kur punon në shërbim klienti, janë në të tillë mënyrë, por ti mos më kthej një përgjigje bazike, më thoj, sepse kam 3 çështje të hapura. 2 I kam me probleme, këta europianët gjithmonë janë problematik, edhe një që është I huaj se duket nga emri që nuk është europian, mendoj se mund të jetë aziatik. Ka kthyer përgjigjen, dëgjoj, thotë, e pam situatën, e kuptojmë që është problemi I korrierit, do presim 25 ditë se kështu është procedura, do presim edhe do marrësh o ti lekët o refundin, do shohim një zgjidhje. Jo, këta të dy të tjerë thonë, ti e ke fajin, se nuk e ka marrë blerësi produktin dhe po vjen tek ty. Dhe I them, dëgjoj, unë jam Ersi dhe jetoj këtu në Gjermani. Dhe blerësi është filani dhe jeton në Francë, ku është pakua për momentin. Jo, thot ai, ja kam qarkuar me foto, me të tëra, ja kam çuar tash po pres përgjigjen. Por, përveç kësaj problematikës që unë mund të humb lekët, edhe po I humba. Dinat më vjen, plasja më vjen, sa ishin gjërat e mia dhe më duket sikur mi kanë vjedhur lekët, por
dua të them që çdo gjë që bën në jetë njerëz u kthen ka. Në shumë aspekte, se po e marr kështu fizikisht, totalisht tani për momentin, sepse unë para 4 vjetësh kam qenë shërbimi I klientit e gjithmonë thoja, a mo na lodhën këta klientët, mo kam probleme dhe I thoja, sì signore, l'ho segnalato il suo problema, solo dovrà aspettare qualche giorno. Edhe I thoja, po zotëri, e kam sinjaluar problemin tuaj, thjesht duhet presni disa ditë, dhe sot jam unë signore, sot jam unë ajo, sì signora, dovrà aspettare. Edhe sot jam unë ajo, signora, dhe nuk që ka bukur të jesh signora njerëz, nuk që ka bukur të jesh ai signore dhe signora, ai zonja dhe zotëria që pret nuk që nga fare bukur. Thjesht doja ta tregoja si histori kështu edhe pak për fani, edhe për gjërat e mëdhaja që gjithmonë kthehen, prandaj gjithmonë unë personalisht mundohem që të jem konsciente me veprimet që bëj, mos I bie më qaf njeriu, mos I bëj dëm njeriu. Ne në mënyrë indirekte ose direkte gjithmonë dikujt do dalë dikush I humbur në një histori. Por unë mundojmë gjithmonë që të jem shumë e butë me gjërat që bëj, mos të jem shumë agresive, të jem shumë e qetë, me dashje pa dashje mos t'i bëj keq njeriu. Edhe mendoj veten vetë në vendin e këtyre personave dhe gjithmonë them priter si mos egzagjero, mos u nxef, mos kështu. Vetëm mandi bëm përjashtim. Mandi bëm përjashtim te ky rregull, sepse me atë nxefem jashtëzakonisht shumë edhe shumë shpejt. Por besoj se kemi një mirë kuptim shumë të bukur se kalova nga një temë në një tjetër. Edhe kështu ka qenë dita, por kemi pranë verë, unë të dalë do iki të bëj një pazar, se sot kemi një mik të veçantë që do na vinë në shtëpi, do iki të ble edhe 1-2 gjëra të vogla për ta bërë më të bukur, do nxjerrim edhe qoftet që bëm, shikon që na duhen qoftet, do bëjmë burgera, do bëjmë pizza, do jetë një ditë shumë e bukur për ne të dy, ndoshta nuk do e filmojmë shumë, do e tregoj më vonë kush do vi, unë do iki se jam pa makinë sot se e kam Arandi se ka ikur në punë, do iki deri tek Peni dhe Alti që I kam të afër, të marr në një gjë të bukur, në një gjë të vogël edhe kështu. Por thash, kemi diell, kemi gjithë javën që do vi diell, dhe thjesht unë po shijoj kafen edhe po kënaqem, edhe po tregoj histori me juve që jeni gjithmonë këtu me mua, edhe shoh komente, shoh mesazhe të personave që më kanë parë, që kur unë isha në Tiranë, që kur unë punoja shërbim klienti, njësoj si Ferdinando dhe Nenci sot, dhe I hiqja klientët qafe, edhe jemi sot këtu, edhe kush e di dhe sa vite të tjera, sepse YouTube është pasioni im, përveç se është puna ime, është pasioni im më I madh që kam, edhe ju jeni miqtë mi më të mirë, sepse jeni gjithmonë aty me mua. We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time. In every category, over a lifetime. Don't you know that? Kokë se po më jep të dhimbje koke dhe sot do më vi një mik I vogël, do më vi një pjantit për trek, një nga ta, edhe I mora një puzzle, se nuk ishte asnjë gjë të bukur të Aldi, asnjë gjë, gjithmonë që unë iki, ka shumë gjëra të bukura për fëmijët. Sot që më duaj mua, s'kishte, por ishte ky puzzle shumë interesant, ishte në të 2 anët, plus 3 vjeç, edhe thash do jetë super. Edhe pse kam menduar një sër aktivitetesh të dalim të bëjmë, por nuk e di si do mbaj koha, se më duket se po prishet koha, nuk isha as na bjerë shi. Mora edhe këto lulet, këj mora për vete, shifeni, janë këto tulipanat, që janë si peome kanë emrin ato lulet e si jam sova njeri me vajta 30 vjeç. E ke parasysh ato lulet që hapen kështu rozat, janë të shartuara me ato lulen dhe janë kështu. Do ja gjej emrin e do e shkruaj këtu, por ishin shumë të bukur, ishin 4 euro dhe ishte si tuf, ka dhe një ca lulka të tjera të vogla, por një ka lule që shumë s'kan asnjë rasti gjë, por janë të bukura. Pastaj mora dhe budalliqe, normale se po vjen të xhaxhi, edhe unë thuaj të bëj budalliqe, edhe do bëj burgera. Mishin e grire kam bë qofte që ato ditë mbani mend juve, do bëj dhe pizza,
do bëj patate të skuqura, do blej kola, do më thënë do ç'mund të krejt. Arma me marakullore, por do ikim ta marrim pastaj me Andin, kështu do kemi mundësi të marrim marakullore. Mora djatra pizza, kështu djatë pice, salamra, qëra. Mora turshin, nuk e di çfarë haça nuk ha, do më thënë të ngremja shumë të pizza me gjëra, por do e marr vesh. Edhe kështu mendova që të bëjmë një gjë kështu fani, të lezetshme. Edhe tallen njerëzit e familjes, do më thënë nana Andi, dhe thënë, ha bëj qik prova, bëj pak prova që të na pësh në një nipo se në një mbesë së shpeti, se të hynë në qef, kështu bëjnë shaka me mua, do më thënë më ngacmojnë, kështu edhe, është pak për qeshu, se po ma sillin të bëj prova, edhe pse unë e marri me shumë qef, me shumë kënaqësi. Unë jam një person që nuk kam pasur shumë fëmijë afër meje, do më thënë fëmija më i vogël shumë mbaj mend të shtëreja, edhe kushurinë, por edhe ata një moshë më reja kanë, edhe nuk është se kam pasur shumë kontakt me fëmijë që kur jam rritur, edhe këta janë aq të vegjël, aq të mirë, janë i dashuri. Edhe kështu thash. Ndoshta ikim edhe nga një ferëm, nuk e di se si do e kalojmë. Do filloj pak lunet, do nxjerrim nishin që të shkrijë dhe do bëjmë gjëra interesante. I'm waiting for it all to come true. And the only truth you say. You know that I miss us. I wanna be the one that you trust. 'Cause you have stole my heart away. There can't be no other. Baby, I don't even bother. Whatever they have to say. Shif të karamelizuara për burger. My heart's already chose you. It's so scary thinking I can lose you. That you will turn and walk away. Maybe I win, maybe I lose. But nevertheless, I'm in love with you. So what can I do? Ja. What can I do? Every day is getting harder. I'm begging you to choose me. So come and take my breath away. Come and take my breath away. Dålig regim, så det är då det blir tyvärr fel. It's getting harder. I'm begging you to choose me. I never thought I'd feel this way. I never thought I'd feel this way. Falling, yes, I'm falling. Those blue memories start. Mirë mëngjesi, pas eksperiencës time si hall, një ditë, do më thënë se nuk si agjajes, një ditë. 2 ditë më saktë, se erdhi të shtunë në darkë, se nuk kam filmuar, erdhi të shtunë në trek një pjandi dhe iku dje në trek, që ishte diel. Jam kënaq pa fund, jashtëzakonisht shumë jemi kënaq. U bëm shokët më të mirë, u kënaqëm, u lodhëm. Një fëmijë, sinqerisht ju jap dorën qita nënave që po rrisin 1 ose 2 fëmijë, se më vërtet të lodhnin, losnin, kishin shumë energji, shumë teka, shumë gjëra, por të kënaqësin që ta jep një fëmijë, mendoj se nuk ta jep asnjë gjë në botë. Edhe thash, dje ndroi dhe ora, edhe neve ishim për gjumësh, o shumë gjëra me radhë, por jemi kënaqur si përfundim pa fund. Thash, nuk kam bajt asnjëherë një fëmijë gjithë natën, gjithë ditën, ishte hera e parë dhe një kënaqësi e paparë. E du jashtëzakonisht shumë atë fëmijë. Tani po thek pak bukë dhe po bëj mëngjesin, po bëj pak vezë me salam. Kështu do haj, kam qëtë proshet pula, aty do e pjek, pak vezë të rrafme, edhe kështu do e bëj mëngjesin. Edhe pastaj do merrem me punë, sepse kam për të filmuar një ca bashkëpunime, kam shumë gjëra që kanë të lidhje me punën time. Përveç asaj, kam një intervistë tjetër pune, pse menduat ju se hoqa dorë me aqun, normalisht që jo. Vajta, dërgova CV në një vend tjetër, kam intervistë pune, edhe të shohim me do më marrin këtu. Po më morën mirë, pas më morën mua, po më del turpi edhe po po flas me njerëz gjermanisht çdo ditë. Nuk është se shumë. Po dua ta nis një punë, kam shumë qef ta nis një punë, diku te 2 ose 3 herë në javë me 4-5 orë, jashtëzakonisht shumë me kënaqësi. Tani tash po bëj mëngjesin, t'ua tregoj edhe juve, bëj shumë të lehtë, vezat nuk i rraf
në pjatë më para, nuk bëj as pjatë pis, po e rraf direkt te tigani. Direkt kështu, ose te një tenxhere e vogël edhe bën kështu si scrambled eggs. Edhe do bëj edhe pak prosciutën e pulës, unë e dua të skuqur, e kam zakonisht shumë qef në krahasim me krudo, me kështu të papjekur. Përveç asaj do ullin të Shqipërisë që akoma nuk i kemi mbaruar dhe jemi kënaqur në ullin, sepse morëm si vjet 20 kg, i morëm të paçar, i kemi çar vet, i kemi bër vet, edhe tash jam po fiks për të ngrënë. Edhe i kemi të drejt fundit se ne ash do të na kenë ngelë 5-6 kg, por jemi kënaqur në ullin. Nëse mendoni dhe ju ta bëni, ne kemi marrë me pati treble, na i bleu mami Andit në treg, na i solli, na i dërgoi në Gjermani me pati treble, kemi paguar 2 euro për kile për ulli, 1 euro e ta 1200 a 1300 u ble kilja, do më ta 1 euro e 30 u ble kilja, edhe 2 euro vajte 3 euro e 30 kilja si përfundim. Por ja super ja vlen, sepse këtu ku jam unë, këtu në Gjermani, është shumë shtrenjtë kine ullirit, jashtë zakonisht shumë shtrenjtë edhe ne kënaqemi dhe ne kemi shumë qef, unë nga Berati, ne shqiptarë, mesetarë, gjithë jetën tonë me ullin një me tjath, normale që e duam edhe ta shim pleqni. I can see myself with someone else. I got used to having you around. Still, I just can't make it make sense. 'Cause I'll admit I have my doubts. Darling, how do we become strangers? There are answers I can't find. Was there something in your touch that slowly started changing? We were lost before we realized, too afraid to cross the line. Sot pas ka qenë dita vetëm për mua, leva flokët, shifeni ngjyrën që po gjithmonë i bëra. Flokët e mia kur lyhen, sikur ushqehen, e kam llojin e flokut që ka se s'bën nevojë për lyerje, që të rri butë i shëndritshëm. Nuk e di si e keni ju të tjerët, po floku tim i bën mirë që të lyhet. Shihni sa volum merr, që kam një 5 orë që i kam bërë, nuk ka rënë fare ëndet, jam voluminoze, bëra dhe thonjt, pastaj shikoni. Por kam bërë një gabim të thonjt, kësaj dorës i kam rënë më pak me perl, edhe ka dalë më bukur këto qershit, kurse kësaj i kam rënë pak më shumë me këtë efektin perl, edhe i kanë dalë këto qershit më të këshuja. Po me sy të lirë janë shumë bukur. Ja kam marrë goxha dorën bërjes së thonjve dhe më pëlqen shumë, i mbaj goxha të shkurtër sepse gatuaj shumë shpesh edhe në shtëpi, edhe më thyhen kur i kam të gjatë, më vrasin kur më thyhen, edhe prandaj preferoj t'i mbaj pak të shkurtër. Edhe thash, kam marrë ca produkte të reja të Temu për thonjt, janë fantastike, sidomos furra, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. E keni të Instagrami im, e keni linkun në bio, në qoftë se doni ta klikoni, i gjeni të gjitha produktet që kam përdorur, dhe më vërtet jam shumë e kënaqur deri tash. Edhe furra e vjetër që kisha, që u bë 3 vjet, ishte nga Temu, por nisën duke ju tjekur llampat normale në verë, unë e përdor gati çdo 3 javë. Në verë përdor edhe për këmbët, edhe s'kam ditur ta përdor, e kam harruar një natë të gjithë ndezur, që kështu u prish pak para kohë në pakujdesia ime. Tashi do bëj një tavë me palltëxhan për darkë. Ora është 8 dhe shikoni sa ditë është. Wow, shumë shpejt ndryshoi kjo, edhe unë akoma se kam marrë dorën kësaj ndryshimit të orarit, sepse jam shumë e lodhur, nuk e di pse, unë zgjohem që në 6. Kujt personi del gjumi që në 6, përveç meje që s'ka asnjë punë që të bëj dhe asnjë gjë, që mund të bësh në orën 6, as punë shtëpie nuk mund të bësh, se bën zhurmë dhe të vjen policia, se në orën 7-8 nisin dhe lëvizin njerëzit. Imagjinoni që në 6 të rrihet si kukuthi, kështu, hapësi te krevati. Por thash, këto janë thonjtë e mi fantastik për këtë muaj pranvere. Janë shumë të bukur live, nuk e di pse kamera si kap ka shumë bukur. Edhe flokët e reja për këtë muaj, data 31 sot, po e pres muajin kështu e sistemuar e rregulluar. I them pak Andit, pastaj të më heqë pak vetullat këtu.
sepse ishe, duke që se kam vetëllat e bëra, duket direkt vija e vetëllëstime dhe vetëm këto këtu në keq do të vetë, më dham shumë vetëllan, nuk e prek dot në dorë dhe ai mi heq. Jam shumë e lumtur që kam një burr që më ndihmon për gjëra edhe kështu të vogla dhe banale, le të themi. Tani të bëjmë tavën sepse do vi burri edhe s'do kemi për të ngrënë.